إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat që na I ka dhënë, kërkojmë ndihmën e Tij absolute në momentin kur jemi të dobët dhe në momentin kur jemi të fortë, kërkojmë mëshirën e Tij në këtë dunjë dhe në ditën kur do dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kërkojmë udhëzimin e Tij të drejtë që të jetojmë në bazë të asaj që don Allahu subhanahu wa ta'ala e në ditën e kiametit të dalim faqebardh para Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga se atë që e udhëzon Allahu azza wa jall nuk ka kush që e humb, dhe atë që e humb dhe e largon nga drita e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka kush që e devijon. Salatet edhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe atyre që ndjekin dhe pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar, shfrytëzojmë këtë hutbë të xumë duke vazhduar hadithin e xumas së kaluar. Në xumën e kaluar përmendëm një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith që na jep porosi, udhëzime, dritë që të jetojmë ashtu si don Allahu subhanahu wa ta'ala. Ku në xumën e kaluar përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për haditheve që na I tregon është se 7 kategori dhe 7 grupe të njerëzve Allahu do t'i nderon dhe do të jenë krenar në ditën e kiametit. Në xumën e kaluar kemi përmendur vetëm 4 kategori, 4 tabore, 4 grupe të njerëzve që Allahu do t'i nderon. Me këto hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don të na tregon dhe don me na kallëzu se nderi dhe krenaria duhet të mbillet qysh në këtë dunjë dhe duhet të kultivohet, që krenarin dhe nderin ta gëzojmë dhe ta manifestojmë ditën e kiametit kur do dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe jo e kundërta që dikush të jeton në këtë dunjë, në këtë jetë të shkurt I shfrenuar dhe të jeton ashtu si don ai dhe larg porosive të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në ditën e kiametit të shpreson dhe të jetë I barabartë me ata burra dhe me ata musliman që në këtë dunjë janë munduar që ta frenojnë veten dhe të jetojnë nën ambrellën e porosive të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon të na tregon se çfarë është nderi dhe çfarë është krenaria dhe si duhet ta mbjellim këtë nder dhe krenari qysh në këtë dunjë që ta gëzojmë ditën e kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim që është kategoria dhe tabori I 5 I njerëzve që do t'i nderon Allahu azza wa jall, rajulun da'at imra'atun dhata mansibin wa jamal. E kjo vlen sidomos për ata që janë të ri, për ata që janë në fazën e devijimit dhe mashtrimit, sidomos në kohën e sodit ku janë përhap të këqijat e sidomos amoraliteti dhe zinaja. E thot pejgamberi alayhis salam në ditën e kiametit kur do të thot Allahu ana al-malik ayna mulukul ard, unë jam sunduesi absolut, e ku janë sunduesit e tokës, dhe gjithë njerëzit do të heshtin, mirë po Allahu prej njerëzve do t'i nderon ata për cilët na ka tregu qysh në jetën e kësaj dunjaje. Një burr, një I ri, një moshatar, që Allahu që I është mundsuar të bën një amoralitet dhe një zina me një grua dhe me një femër që ka pozit dhe ka bukuri, mirë po burri I mirë dhe muslimani I mirë që është munduar ta frenon veten me porositë e Allahut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë me kollajllëk e kalon dhe e ta I kalon këtë situatë të vështirë.
Ajo që e largon nga kjo situatë nuk është marrja prej njerëzve, nuk është pamundësia, nuk është ndonjë shkak tjetër, por shkaku kryesor dhe sebebi kryesor që njeriu e bën të ndershëm dhe krenar në qysh jetën e kësaj dunjaje, është se në këtë moment muslimani i mirë në kuptimin e plotë të fjalës, çka thot? Inni akhafullah. Unë nga kjo situatë largohem, jo se s'kam mundësi, jo se turprohem për njerëzve, se turpi për njerëzve dhe pamundësia në këto momente është nder i rrenjshëm, është krenari falsë, kurse krenaria e vërtet dhe atë që e donë Allahu është kur i riu dhe një musliman i mirë në momentin që i afrohet amoraliteti dhe zinaja, çka thot? Inni akhafullah. Unë i frigohem vetëm Allahut. Unë e di se Allahu e ka bo haram zinan. Unë e di se çka ka pregadit Allahu për zinaçart në ditën e kiametit. Dhe unë e shpresoj me këtë gjest të vogël, me këtë moment që unë largohem prej zinas duke i frigu Allahu subhanahu wa taala, e shpresoj krenarin ditën e kiametit. Ajo është hija në harshin e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu sikur si është paraqit në ëndër dhe e ka pa pejgamberi alayhis salam taborin e zinaçarëve dhe atyre që miren me amoralitet në ditën e kiametit, zinaçarë që i kanë vdek dhe nuk i është mundsuar të pendohen nga ky gjuna i madh. Pejgamberi alayhis salam thot i kanë pa me një kazan të madh duke uzi burra e gra për dënimin që e kanë merituar, për shkak se ata kanë bo zina dhe kanë vdek duke mos u penduar nga zinaja. Prandaj, prej gjunaheve të mëdha që duhet të ruhen sidomos të rit, është që vazhdimisht këtë frikë Allahu subhanahu wa taala nga ky dënim i dhëmshëm, nga se nënçmimi dhe largësia për Allahut për këtë gjuna është si në këtë dunja, po ashtu edhe në botën tjetër. Tabori i gjashtë që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tanfiqu yaminuhu. Kategoria e gjashtë është ata burra dhe ata musliman kur u mundsohet të japin sadaka, qoftë shumë apo pak, e mshefin të majtën që të mos e shef të djatën se çka ka dhënë. Kjo nuk duhet kuptohet në mënyrë figurative dhe bukfalisht ashtu sikur se e ndëgjojmë, por kjo është një alegori që na i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në momentin kur ne japim sadaka të mos mundohemi t'i tregojmë të dytit, nga se në momentin e sadakas kur njeriu jep sadaka e shef çdo njeri sinqeritetin e tij, e ai që e jep një sadaka vetëm për hir të Allahut dhe mundohet ta fshef këtë sadaka deri në ditën e kiametit dhe të mos e merr vesh askush, Allahu për hir të këtij gjestit do ta nderon me hijen e arshit të Rahmanit. Dhe kategoria e shtatë që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dhakara Allah khalian fa fadat aynahu. Kategoria e shtatë është ata burra dhe ata musliman, qofshin të ri apo pleq, kur vetmohen dhe e kujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, e kujtojnë madhërinë e Allahut, e kujtojnë xhennetin, e kujtojnë takimin me Allahun, i kujtojnë të metat e tyre dhe gjunat e tyre dhe i kujtojnë të mirat e Allahut se çka ka përgatit Allahu, i lotojnë syt nga përmallimi për Allahun, ashtu sikur se na lotojnë syt nga përmallimi për të mirat e dunjas. Pra unë lut Allahun azza wa jall që Allahu të na drejton, Allahu të na udhëzon, Allahu të na përqendron, Allahu të na mundson që krenarin dhe nderin ta mbjellim me punë të mira qysh në këtë dunja dhe në ditën e kiametit Allahu të na privilegjon dhe të na nderon dhe të na jep këtë krenari në hijen e arshit të Rahmanit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبينا المختار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.